Të lirohemi nga prangat e egoizmit. Apo, neve jetën nga ka mësu, rretën nga ka mësu, kudo që kemi qenë nga ka mësu, një lloj egoizmi, apo shumë neverec, shumë shqetësues. Edhe këtu duhet të pikën e tretë me kuptu, se nuk është egoizmi veç. Për çfarë egoizmi po flasim? Për një kuptim shumë ngjyrësh, shumë dimensionat e këtij egoizmi. Fillimisht që një musliman mos të pratë që të tjerë të kryjnë obligimet ndaj tij, por ai të insiston të kryjnë ndaj tjerëve, pavarësisht ata e kryjnë ndaj tij apo nuk e kryjnë. Pritja e vazhdueshme, sa ata nuk e respektojnë, nuk e ndihmojnë, kjo është egoizëm. Po pra veç për anës tjetër, apo bëhu pjesëmarrës edhe ti në këtë pikë. Kryj obligimet e veçitit e tjerëve. Thekë këtë egoizëm. Egoizëm në kuptimin e këshillës dhe kritikës. Jo gjithmonë ta kthejmë gjysmën nga tjetër kush. Kjo ka buaj ka apo? Se kjo është egoizëm e ti ku jeti. Po ti jemi na pjesëmarrës dhe na të përfshimin kritika. Ne i pëlqen edhe të poshtë një nga dietarët e kishte një fjalë, kur ti e drejton gjysmën ka dikush me kritiku, apo dije se një e kritika tjerë, e katër ka tjerë. Apo kështu që një me kritiku i bjen 4 herë vetëm me kritiku para se me kritiku atë. Nëse që është reforma, që ka dikti kështu, kejtë tjetën ka ditë këtim, apo. Prandaj, 4 herë vetëm që vaje para se me këti gjysmën ka dikush. Kësi ka është egoizëm. Gjithashtu edhe egoizëm në ndjenjë dhe emocionat. Është egoizëm që njëri mu kënaqë veç kur ti ati bjen mirë atë. Apo? E kur të kush muslimani bjen mirë, si bën përshtypja. Është egoizëm që veç kur ti të prekësh me dhimbje, e kur e preket dikush me dhimbje, kjo është egoizëm. Andaj, çfarë kuptimi ka namazin natës me këtë egoizëm? Kur që keq? Është rutinë mekanike. Andaj kur flasë për namazin natës, për dhikrin, për të punë, dëshirojmë një musliman me këtë nivel të solidaritetit, të pamirësisë, të ndjeshmërisë, të dëmshmërisë. Me për tu njën me vërtet. Se këta se ka dikush që po i dhemë Allah. Ka dikush që s'ka me hongër, hala, ka dale. Ka dikush për muslimane që hala së më zde mirë këtë divënë. Me ti ka lu disa pranga të këti egoizmi. Që një musliman me fillu me mendu kolektivisht, me fillu me mendu umetarisht, si umet, jo si individ, jo si një qenje vetme, që krejt bota mosire dhe thiga për. Sigur se përmendet shembull i Veprës, kur është djek bishti, ka thonë djek dunjaja ata. Qështu ka njerëz menojnë, si të prejke taj, për shembull a i se disponim, gjinohat, dunjaja u prish, e kështë më radhë, këshyre të tjerë, apo me u prit disponimin. E kër është a i disponum, dunja është mirë, Allah dhe ka urdu me ndihmun dunjan, me ndërtu dunjan, apo andaj vepran, deklarohet mesëllime në basë disponimin të rekabë. Dunja është vynë, kër ati si ka që shduhet. E dunja është vynë, kër ati ka që shduhet. Apo jo kështu të Allah. Jo kështu. Andaj dëshirojmë një kuptim më gjerë të solidaritetit. Për ta kuptu ma drejt raport me ndërset që kemi me zvetat. Dëshirojmë përmes në gjëratëve tona, përmes mësimeve që japën, i marrën, të gjitha këto, ta ngrisim vlerën e një muslimani në treg të natë. Të kushton pak ma shtrejt se që kushton atë. Andaj, shumë atej për të matën i kundra me folë për te, ku me barë fjallë për te, ku me janë në qmu vepër nëse mundin një kuj, ka ma pletit pak ma i shtrejt Allah që muslimani. Nëse nga egoizmi është të shërkur, apo, kur qka bojmë na është e mirë, e qka bojmë tjerë së është e mirë. Kush të kapë këtë është në nërsuohë. E që dhe shëretikisht, delë është të shtu këtë s'ka është. E po shpesh edhe fatkecisht, apo, egoizmi bëhet taj që vendojë të situatë. Kjo punë banë, pse unë jam këtu. Kjo punë s'banë, pse unë s'jam këtu. Egoizmi që sut është. Muslimat të një uzu ishtë të hajri. Na dëshirojmë, Allah na uzohet, na përmërson gjendin.
na dëshmojmë që të mësohemi, të i gëzohemi çdo hari, çdo punë të mirë. E kam pyet Sheikh Huzajm ibn rahimahullah. Shikoj këtë që na shpresoj të shkojë. Allah të mas miri, po këtë po e themën se duhet me thonë që shtot përnyshe, këtë dëshmojnë që Ibn Taymiyyah rahimahullah e ka te i kalu vetë në tia. Ka jetu për tjerë, s'ka jetu për vetë në tia. Mu'tazilat janë një grup shumë, do me thonë, shumë shpesh herë ju bjenë mu konfrontu me Ahlusunnetin. Jo në 2-3 pika, po baja këtë shpesh në bjenë hisë në ranë konflikt me Ahlusunnetin. Ata janë mundu me vodi përzitim logik të islamit. Normal, logik duke të i kalu kompetencë logikës. Edhe në shumë rafshën e umetit, pa të shumë kjo s'ka qenë e suksesme, për shkak se umetit e ka Kur'anin e Sunetin. Mi për kur kanë debatu për shumë me fete tjera që ata s'kan logikës shpalli, asë nëse kanë, apo edhe vahrin e kanë sëllëmu, edhe logikën e kanë të infektume. Me ta kur kanë bu polemika, kanë rritë me mu shmerë, normal. Që sot për shumë, as ajet, as hadith në ty, për me e rënu teorinë e Trinitit të po. Aso qëllë me pa logikshme, që s'ka nevoj ajet për këtë punë. Apo është tjetë e pa logikshme. Aja që ata e ndërtu në besimin e ty në të. Ta shkauzot janë një atre. Ata nuk din asa është një, asa nuk atre. Bi shemë me vonë, e livorja, e bardhe, e kuqi që shtot, apo jenë 3 këtu, po a është një vojë, që të e kanë konsultuar, të vojë. E që të e kanë kupti komenti ma i logikshëm për të edhine që të është. Ata normalisht, kanë arrit me logikën të me urenu këtë teoria. Edhe ka pas në që një islam, po ju në bëmë të zilijet, ka qedire një janë. E ka kujtë i Ibn Taymiyyah rahimahullah. Këta më të zilijet të mu. Me shti njerë të vetë Allah të të gjerë. Shti musliman më më me kuptime të dabume, normalisht. E kam kujtë Ibn Taymiyyah rahimahullah, është më mirë me me që shjenë konë, bërës po këndër edhe, apo me hinë islam ka dire a Mu'tazile. Ka thonë Ibn Taymiyyah rahimahullah, ka thonë në qofë se hinë ka dire a Mu'tazile, shpesëm se Allahu ja farë. Për shka kësë ose se kanë ditë, ose për shambull nuk kanë bo shirk të Allah gjendevare, ose shumë të tjera që mund t'jenë të arsyshme. Po mi për qëpë se në besin qfarja, nuk shpesohet për ta fali asë farë. Andaj, nëse këshyrim ka kjo aspekt, ma nga t'ja u fali me konë qështut, se me u fali qështut, ma mire me konë qështut. Andaj ka njëre, se përna dikush ka mundë që, së është të shtanë pajtim me ty, po që kanë diku që dikush për shambull me qitë samin. Ka dikush të kush me isë më falë. Alhamdulillah, neve në vim që kënë më në mështu. Po, pasaj në vim në konë kuptim të caktume dhe insistojmë këtë qështë. Mirë po, a ma mirë në vetë krejt kja është dinit. A me hinë din ka dikush që sështë me neve të aman? Me ne që duhet me konë përgjigja, si kur se ka një për teme rahimahullah. Përdaj, ne duhet me të kalu egoizmi tonë, të kuptime të caktuara nga se nga njëre, pa të ketësisht, ka mundësi që pretendimi se e këna kuptu fejnë drejt të shkëllë në parti, apo me kartonën. Me dhe njerëzit, kush e ka kartonën tonë, është në hak, kush e ka kartonën tonë, është në hak. Edhe kjo është pjesë e egoizmit të. Ne duhet në nuk i kësaj, mu uziru njerët, me u gëzu hajrit, qëfar do hajri kofta e? Po është hajrit, fetaresh është hajrit, na i gëzurim e. Edhe me nga mërzit shirë që e godit një musliman, kur e që dhe musliman? Kur ka vdek, njëri nga armisht të mbajt e Ibn Taymiyyah rahimahullah. Armisht për mbajt që ideologik. A i ka qenë mufti në koni Ibn Taymiyyah rahimahullah. Zemërtau e ka pasarme. Ka qenë djetari i njona të. A i ka nëzirë fetva. Fetva e ka nëzirë se Ibn Taymiyyah rahimahullah është renegat, duhet me vërë. Që ka që dishtë, që përla, fakt dishtë. Që ka që përla. Kur ka vdekë, këtë nga armisht e ti, ka arit në kajime rahimahullah me përzua. Ka haun dheq, u rahatu më bëti. Thali në kajime rahimahullah, në qërtej Ibn Taymiyyah, që të zemër të madhe, që nëse gjojmë kështo, në vetëm do. Në qërtej Ibn Taymiyyah, tha, po gëzohesh për vdekin
e një hoqe, atje ka poharën dikush. është shurë, thëtë i Mërtajmë Rahimullah, u shurë të familja ti, të këshpia ti, sa i ka në grua, ka në hmi, ka në pejsar, unë një muaj, 7 muaj atë. Ka se që së të kaj, unë një ventina për kamë. Ka se, që se ka gabun dhe i neve, mos gabun në nda i ti e matë. Kja teori, në dipë shumë e ka zu, që shqipjan me ndi, po shpesoj me arritë mes deseve të una. I po, në gëzën hajri, dhe në pikë rësherë, kjo rejku, që edukatër e me fituat.